Gëzuar një qershorin të gjithë fëmijëve. Një qershor i shënon ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një festë që kushtohet buzëqeshjes, pafajësisë dhe të drejtave të çdo fëmije në mbar botën. Kjo ditë nisi të kremtohet pas konferencës botërore për mirëqenien e fëmijëve në vitin 1925 dhe me kalimin e viteve u kthye në simbol të kujdesit të përgjegjësisë që shoqëria ka ndaj brezave të rinj. Fëmijët janë pasuria më e madhe e çdo kombi. Në sytë e tyre ne shohim ëndrat, shpresën për të ardhmen. Një qershori nuk duhet të mbetet vetëm një ditë feste, me tullumbace dhe aktivitete argëtuese, por dhe një moment të reflektimi për detyrimet që kemi ndaj brezit të ri. Në Shqipëri, Kosovë, në gjitha trojet shqiptare, mbrojtja e të drejtave të fëmijëve mbetet një sfidë që kërkon shumë përkushtim institucional dhe shoqëror. Ende sot ka fëmijë që përballen me varfërinë, mungesën e kushteve të duhura arsimore, dhunën në familje, bullizmin në shkolla apo mungesën e mbështetjes psikologjike. Nuk duhet harruar se ata kanë nevojë mbi të gjitha për siguri, edukim e dashuri. Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve duhet nisë me investime serioze në arsim. Shkolla duhet të jenë ambiente të sigurta, moderne dhe të mbështetura në staf profesional. Po ashtu dhe institucionet duhet luftojnë me vendosmëri fenomenet e braktisjes së shkollës, bullizmin dhe dhunës ndaj fëmijëve. Një rëndësi të veçantë ka dhe mbështetja për fëmijët me aftësi ndryshe dhe për familjet në nevojë. Në shoqëri humane matet nga mënyra se si kujdeset për më të vegjëlit dhe më të pambrojturit. Asnjë fëmijë nuk duhet të ndihet i përjashtuar për shkak të gjendjes ekonomike apo problemeve shëndetësore. Në Shqipëri, Kosovë, duhet forcohen gjithashtu politikat për mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe në rrjetet sociale. Familja, shkolla dhe shteti duhet bashkëpunojnë më shumë për të edukuar fëmijët mbi përdorimin e sigurt të teknologjisë. Për shqiptarët në diasporë, një qershori ka një kuptim dhe më të veçantë. Fëmijët shqiptar që rriten larg atdheut mbajnë me vete jo vetëm ëndrat e familjeve të tyre, por dhe gjuhën, kulturën e identitetin kombëtar. Ruajtja e gjuhës shqipe në emigracion është mision i rëndësishëm për çdo prind, mësues dhe komunitetin shqiptar. Gjuha shqipe është ura që lidh brezat me historinë, traditat dhe rrënjët e tyre. Kur një fëmijë shqiptar mëson të flasë, të lexojë, të shkruajë shqip, ai ruan një pjesë të identitetit kombëtar. Shkollat shqipe në diasporë me aktivitetet kulturore dhe mediat shqiptare luajnë një rol në këtë mision. Në këtë ditë të bukur, le të urojmë të gjithë fëmijët shqiptar kudo që ndodhen në Shqipëri, Kosovë, në trojet shqiptare që të rriten me dashuri e me krenari për kombin e tyre. Një qershori duhet të jetë një thirrje për më shumë përgjegjësi nga familja, shkolla, institucionet, vetë shoqëria, sepse fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për ditë të bukura, por dhe ne kemi nevojë që fëmijët tanë të jenë të lumtur, se pa ta nuk do kenë një qershor të tjerë. Gëzuar pra të dashur fëmijë, gëzuar festën tuaj, gëzuar një qershor.